Tani, personalisht kam bërë sa kam mundur, kam bërë projekt ligjin e kam çuar në parlament për 2 muaj e gjysmë, nuk e fusin në rendin e ditës, për arsye sepse ka disa interesa që fshihen prapa gjithsa historie. Janë 10 mira të rinj, të cilët i përdorin skuterat, monopatinat elektrike, por që menaxhohen nga bizneset të vogla, menaxhohen nga individ, dhe me sa duket një oligark i madh ja ka vënë syrin këtij biznesi dhe e ka bllokuar në mënyrë që ta përdori për interesat e veta. Në fundet kjo është një çështje lirie. Të bllokosh monopatina do të thotë kufizosh liritë e njerëzve, e të rinjve, në të gjithë Evropën lirohen, në gjithë Evropën lejohen dhe ne duhet i lejojmë edhe këtu në Shqipëri. Kështu që i bëj thirrje jo vetëm ministria të heqë dorë nga urdhri i saj, por të miratojmë edhe ndryshimet në parlament që i garanton lëvizjen e tyre në Tiranë dhe kudo në Shqipëri. Absolutisht. Kjo është një praktikë tjetër, bllokimi i tyre, marrja në komisariat është pa asnjë lloj ligji. Nuk mund të marrësh pronën, t'ja rrumbesh, t'ja qosh atje dhe pa u dhënë edhe një cop letër. Kështu që ato duhet të kthehen me njëherë. Unë kam bërë sa kam mundur, kam shkuar edhe në komisariat, kam ndihmuar të rinj që kanë marrë skuterat dhe shpresoj që policia të reflektojë dhe t'ja u kthejë me njëherë të gjithëve.